Kishim ko pa dëgjuar këtë zë. Dhe këngat të cilën jemi duke dëgjuar, shumë kujt besoj që i kujtohet që ishte një këngë konkurruese te Festivali i Këngës 6 vjet më parë dhe vitin 2019, ku ai në fakt u shfaq në këngën magjike. Në këngën magjike, në fakt, dhe kemi ko për të folur për festivalin e këngës. Po. Doshta po ja marrën tjetër, po ja ndjellim. Dhe natyrisht që e mori dhe çmimin si një interpretuesi më i ri i këngëtarëve të ri. Veproja i tutje në Gjermani nuk është që nuk këndoj, por pak më në heshtje, dhe siç duket, ylli thuhet se është ndezur sërish me një tjetër projekt të ri, do të na vi Kuba. Kuba, ne kemi në këtë momente në Viber, pasi ai është në Gjermani ku ka lindur dhe jeton. Një mik i vjetër i imi më në fund në ara ky program për të parë të ndryshe, të përshëndesim. Kuba, je mirë? Mirë mëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Mirë jam, faleminderit. Jo, jeni mirë. Nuk e di, edhe ne mirë, nuk e di nëse e nisëm mirë, por ta kujtuam pak atë nostalgjinë e parë, këngën e parë, në fakt që është një këngë shumë e bukur, ku ti u vlerësove atëherë dhe më mbat mend Jonida Maliqi që vazhdon të jetë ende në juri këtë vit në kënga magjike për të rit, për t'i vlerësuar. Mbeti pa fjalë ku dëgjoj djaloshin me origjinë nga Kosova që jeton në Gjermani. Por në fakt Kuba është emri i artit. Se emri i vërtet askush nuk e din apo e din. Shkëlqen, unë e di. Si po kalon? Shumë mirë, faleminderit. Kolega ime tha që duhet të pristim disa vite për të rikthyer përsëri. Edhe unë e kam këtë kurreshtjen, përderisa kënga e parë u vlerësu, mori shumë pikë, u vlerësove, pse u desh me prit kaq gjatë për me kriju edhe një këngë tjetër? Më thërë kam eksperiencë shumë e mirë, edhe kum sheju tepër, edhe dashninë edhe fjalë të mirë që më kanë jepë njerëz që kanë prit këngën shumë bukur e mirë. Kam do të se anë u përqendrova në punë, këto në Gjermani, jam një startup që kum punu me shumë qef. E kum krye edhe në shkollë, se pata qef në interes jam u kanë gjithë me him psikologji dhe pedagogji, me kuptu pse njeri reagon edhe agon se e ban. Edhe që të krejva edhe në shkollë, studiova, jam njëse edhe në studim tjetër për master, edhe ndodhe diçka kështu që pak u largova për muzike për disa muaj, dhe tash më ka e kom gjetë që ba koha për më këthy. Melita, dhe të gjithë pyesin tash 6 vite. Ajo vajza. Ajo vajza. Ai shkroi Kubës apo jo? Kështu është kur dimca gjërat, ne jemi miq. Atë shkroja maneta kishte ajo zemër. Me ta kthy një përgjigje, thënë faleminderit që ma dedikove një këngë të paktën. Tërgo drejtën, a? Po, gjatë kohës këngës magjike, mas i përfundoj. Po? Nota finale. Një herë më ka shkruar edhe kemi folë 2-3 fjalë, kështu që për mua ka rëndësishme me dita është mirë, apo kalon mirë, edhe që ato sena krejt janë mirë. S'kemi më kontakt, dhe dëshiroj dhe shpresoj që gjitha mirë, gjithë ka me kanë mirë, po koha jonë atëherë ka përfundu. Dhe nuk vazhdon koha pas 6 vjetësh kur një hit tjetër, po e them një hit tjetër, sepse do t'jetë një hit tjetër, mos mund të vazhdoj ky kontakti mas 6 vjetësh, apo kur si dihet? Nuk i dihet kur. Unë gjithë kam besim që nuk i dihet jetës kur. Po për këtë moment kam prioritetet tjera. Megjithse kënga e re Merita që Kuba ka prezantuar mora vesh që dedikohet një personi që i mungon, një kushërirje më duket apo jo, që nuk jeton më edhe... Dhe është një dedikim edhe për njerëz të tjerë. Më duket këtu e ke lidhë dhe fushën e psikologjisë edhe këtë pjesën tjetër të punës që e ke bërë ndër këto vite. Nuk e kuptova pyetjen. Tema e këngës së re është ndryshe. Po, dhe a lidhet me studimet të cilat i ke bërë gjithashtu me psikologjinë, sepse duket që me këtë ke hyrë në psikologjinë e individit në këtë rast kur e humb një person dhe si vazhdon jeta tutje. Po. Me siguri ato studimet e psikologjisë kanë ndiku për mua për çështje
shok këngët edhe qysh transmetoj fjalët çfarë po du me thonë, po nuk o kanë aktivisht që hi me psikologji me atë këngë, po kom bashkëpunu me një producent, me Olsi Arapi, producent shqiptar që jeton në Itali, edhe kemi folë për çfarë ideja, çfarë drejtim unë me morë kënga, kur ma ka prezentuar këngën, fjalët e parë e këngës ma kanë kujtu një moment kur ka ndodha ajo sen atëherë, se fjalët e parë thojnë ke x i heshje e butë dhe unë e meta pa t'ingull. Edhe tamam që shto ka ndodha atëherë, kur ndodhe e rasti familjar, nuk mujta ma me knu, se nuk e ndiva kështu drejt me ba muzikë, edhe e dëgjova këngën edhe me njëherë më shkun met të e personi edhe ndjeva për atë person familjar edhe e kom ditë në qatë moment që kam e dediku këngën ati. Dua në fakt reagimin e familjes tani që rikthehesh me këtë kënga magjike për sëri, çfarë të thanë, çfarë si e vlerësuan për shembull? Jam kam shumë emocionuar se nuk e kom ditë që shkan me pritë edhe të familjes, apo dojnë me menduar për atë rast, apo i mërzit e une me qatë këngë tepër ajo, po deri tash, kështu për vlerësojnë që une edhe për një vetën kështu mirë që pata mundësin me atë sen që bëhen me shumë qef shpirtënisht me muzikën ta, me fjallë të mi që i jepi me nota me tona, për vlerësojnë, për kuptojnë, se njojnë edhe mu që shëndjejone. Dhe si është për shembull para 6 viteve ishte Jonida Maliqi që vlerësonte të rit ku ti shkëlqeve. Si është tani, sepse ti ke provuar të jesh tani edhe në juri, si është kjo ideja e producentit Ardiç Xhebreja që bigët të vendosën në juri për krah jurisë qendrore që është Enkel Demi edhe Jonida Maliqi. Si është tani ti ishe me Jonidën në juri? Ndërkohë që dikur ty të vlerësonte Jonida Maliqi? Po. Zja, po mune me pa halose këto pak ato internetit të lujt. Tani po më mirë. Okej. Ke shumë eksperiencë interesante që edhe kum dash më pregadit në qatë situatë, po s'ki qish më pregadit. Se janë momente edhe ndjenja kështu saktisht në atë moment që ndodhen, u kanë shumë bukur me pa Jonidën edhe Enkel Demin apet. Se du shumë, kemi përjetuat ku shumë të bukur edhe më kanë mu, me që ato fjallë më kanë jep frymëzim atëherë. U kanë shumë interesant, kisha pas qef me jep jeshile gjithë kuj, se unë e di vetë që shumë... Po pra, doja të thoja më mirë të mbajnë ty në juri, se vetëm jeshile jepje duke përkrahur të rritë. Po, se e kuptoj që shumë emocionuar, edhe që shkam punu tanë jetën për qatë moment. Me shansën me tregu këngën atje, u e zdion dërprej. Ndërkohë je duke u parë tani shumë mirë dhe duke u dëgjuar mbi të gjitha, ke pasur ndonjë kompliment tani nga artistët e tjerë të njohur shqiptare për shembull që vazhdojnë të përkrahin, nuk e di, ta bëjnë share këngën tënde të re, flasin për këngën Afro? Atë njohur, atë pa njohur, për mu se cila mesazh që më ka ardhur, se cila mbështetje që më kanë jep, ka vlejt shumë, se edhe pas 6 vite nuk e kom ditë që shkam me më prit. Kam jo përqi konga, se unë e kom ndryshu, bota ka ndryshu pak, stili ka ndryshu, se gjithashtu për mu, krejt fjallët, krejt mbështetjet e vlerësoj tepër. Veç para disa ore Rea nu, ma ka postu kongën edhe hej përshëndetje Rea, se me atë dhe bashkë me këthy pas 6 vite në këngën magjike. Po, shumë vërtet. Bashkë me në epizod njëj, se atëherë që jemi kongë. Je kureshtar të dish për shembull se kush do të jenë bigët e tjerë në këtë 25 vjetor të këngës magjike, për shembull, e ke pyetur dikën duke thënë që a mos është në një emër tjetër ende më i njohur apo nuk të ka interesuar? Ke pasur një shkëputje, shpresoj të rikthehemi dhe të bëjmë një tentativë tjetër. Po, ishim edhe ashtu nga fundi i bisedës, por kishim dëshirë që të flasim edhe pak për projektin e ri, për këngën e re Afro. Na tha Kuba që më mirë kur të vi atje, po ne dojmë ta kishim këtë e kemi sërish në linjë dhe po urojmë që në këtë pjesë fundit të mos na shkputet linja. Projekti i ri do të ketë marrë fjalë të mira,
por nëse flasim për... Jo thjesht i tek pyetja që mbetë Mejta, a din se kush është ndonjë emër tjetër aty? I njohur që do të jetë në kënga magjike apo nuk të ka interesuar kjo të dish? Në konkurim mendoj. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Jo të këshirë tash në gjatë të Aha. Edhe me shiju këngët që po datë. Me shiju. Çfarë tha vetar DJ Brea? Të dhanë një kompliment? Ardite dhe unë besoj që të dhe gjemi gëzu që kemi pa një anë tjetërën apet. Okej. Mirë, Merita tani është për ty. Kënga të cilën tashmë e keni bërë, më intereson përveç komplimenteve që i ke marrë nga njerëzit e afër, nga ata të fushës gjithashtu. Për ty mbetet kënga e dytë më favorite apo e para e cila dhe të bëri të njohur, po mendoj në fushën e muzikës? Kënga e zemrës. Po, s'mujas me thonë cëla preferuar se të dyja gjën kështë historia të vetme, edhe dyja ato mesazhat ose ato sene për që ajo në të folme me këngët mia, e kanë vendin e vetë, kështë që nuk mujmë i krahasu. Mi shejoj me knu të dyjat dhe të dy këngë të më qojnë në vend tjetër kështu me ndjenja. Që, si me thonë fëmijët nuk mujmë i krahasu cëllën e ndu ma shumë që ashtë edhe këngët. Në fakt, jo që kam, po veç për shembull. Në fakt gjatë kësaj kohore Kuba ka sjellë një këngë tjetër me video që nuk ka pjesë e festivaleve apo jo. A kemi ndonjë këngë të re tjetër që do ta kesh me videoklip që nuk ka të bëjë me këngën magjike? Që është jashtë konkurrencës. Ndonjë projekt muzikor të ri? Inshallah del unë kam qef me fol për rezultate. Për fundantare të regoj me shumë qef. Po kur e ke Shok Maxin ti kemi më tregu që ndodhi me atë dëshiren, me atë Dafina Zeqirin. Dikur. Që di që e këta kua. Edhe kam qef dikur me bëni këngë me ta, se veç ta e ngova këngën që ka bate festivali me Florin Boshnjakun, veç ti. Qatë këngë zdi sa herë kom mungu në repeat. Se për mu, Dafina, se shumë artista që i kemi në Kosovë dhe në Shqipëri, është artiste që mu më njët me këngë, me stilin, me zënën e saj. Nëse del mundësia, unë jam gati. Ti e gati. Dafina nështë po dëgjon, ajo dhe ashtu po përdhon në vazhdimsi këngë, kështu që nuk e ka shumë zor me të klasifiku aty diku, se përdhon shumë. Kisha pas qef mi kombinu zonet e Dafinës edhe teme, se besoj që ka me dalë shka shumë të bukur. E pas Dafinës janë ca vënde bosh, apo është ndonjë emër tjetër, ndonjë artiste shqiptare, që do doje të kishe një duet, një bashkëpunim? Për mu nuk vlen të amanemni, po pasionin. Unë kisha pas qef me shumë artista me kriju do projekte bashk, nëse kemi kështë ndjenjën e pasionet njëjtë, me tregu histori me këngë, me transmitu ndjenja. Nëse që ato sene janë kështë the given, kështë me shumë qef. Ne nuk kemi takuar ka vite, por e di që ti të kam parë, të kam ndjekur që këndon edhe në për rrugët e Gjermanisë, vazhdon kjo dëshira për të kënduar, sepse i bjen dhe kitarës, pianos. Si është të këndosh? Ke menduar një ditë për shembull, ta shohim Kubën mes Prishtinës, duke kënduar në shesh. Ose mes Tiranës. Po mes Tiranës, ndoshta. Me shumë qef. Me shumë qef, se për mu me kënu në rrugë, është edhe ndjenje tjetër, se atë janë njerës që nështë kam plan me shku dikon, termina, janë me stres, po vendosin që kam menajt atë, me të ngu pat njofteq, për 10 minuta, 30 minuta, ose të një orë, edhe dyqish, po ndjenje shumë e bukur, kështu, unë jep emocionet me kanga, jepen mu kohën e tyre, që ajo mu gjithë më ka knaq. Unë e kam edhe një pyetje për fund, do të vazhdosh të rikthesh me të vërtet kësaj herë në muzikë, apo... Më shpesh. Kështu edhe një këngë me prit prap një kohë, ke bo plane ma fat gjate apo jo? Këm bo plan për më përqendru ma shumë në muzikë tani, se krejt planet tjera që i këm pas, i këm bo kështu qek, i këm kry, e tash të këshyrim, po kam shumë qef, zote që shkruan ma në fund, po unë me shumë qef kisha pas dëshire, mi bo edhe disa projekte. Dhe imja kjo është e fundit,
Do të pëlqente që pas disa viteve të njihesh si Kuba një psikolog i mirë apo Kuba një këngëtar i mirë? Po ne gazetarët na letëso paksa kur të prezantojmë. Okej. Faleminderit për të dyja komplimente kështu për fjalë. Për mua unë besoj që unë si Kuba ose si Shkëzeni jam mix e psikologjisë, muzikës, kreacione kështu që ndjej. Edhe atë nuk mund të thonë jam e njëri e tjetri. Mirë, suksese. Suksese. Kur t'jesh ti të presim. Dhe gjithashtu, faleminderit shumë. Shpresoj të fitosh një çmim që ta doje zemra natyrisht me këtë këngë, në kënga magjike.